Në aktuelin që është zhvilluar si vendas. You. Thank you. Po, besoj që kam qenë ndeshja më e vështirë se ajo që kemi luajtur në Kosovë, sepse Slovenia nuk ka opsion tjetër përpos fitores, edhe na vin këtu në radhë parë, normal që duhem me garantu play-offin mas pari nesër, pastaj varet rezultatet me Zvicrën, pse jo mos me luftu për vendin e parë në Fadilvok në Prishtinë. Kështu që me tifost, edhe pse dëgjova që kam e pas shumë shqiptar edhe nesër, po me tifost edhe kam e nasulmu edhe me mbrojtjen si që kemi bërë këto 3 lojtë e fundit, me mbrojtje edhe me kundër sulme, po shpresoj dhe besoj që kena me ndushku Sloveninë edhe me pas avantajin e duhur për me shpresu edhe më shumë për me kualifiku direkt në Kupën e Botës. Roman Sëqiri nga Telegrafi, pyetje për Vedatin. Vedati i lojtari vetëm kosovar që i kishë mu Slovenisë, të ndonë në 3 ndeshje, kena shënu vetëm një gol, kishë mu në Sloveni, po edhe i lojtari vetëm që i kishë mu gol janë Akit. A pret nesër në përsërit këtë sukses? Vetëm që besojmë që jo si rezultati pustjesi në vitin 2020. Po shpresoj, normal jam sulmus edhe si une që shpresoj vetën edhe gjithë Shqiptaria, gjithë Kosova shpreson për me pressing gola, kështu që jam 100% i gatshëm për nesër, edhe pa marrë parasysh se gjithmonë tash nuk po njihni gati më shumë se 10-15 vite, kështu që gjithmonë kam thonë se golla, domethënë për më nuk ka rëndësi, me rëndësi është fitoria e ekipit, sidomos kur është me kombëtare, po nëse shënoj edhe arrim me fitur lojën, besoj që kam e pas në njeri më të lumtur në botë se unë. Edmond tha që në televizionin e Kosovës, Vedat Sheshko nuk lua nesër për shkak të lëndimit, njëri prej futbollistëve më cilësor në radhë të Slovenisë, por megjithatë slovenët thanë që është e sigurt që Slovenia do të shënojë fitore. Nuk di dhe nuk e di ku ka marrë këtë vetbesim, sepse normal tabela për momentalisht tregon që Kosova ka bërë shumë më mirë se Slovenia, për ato kemi do të thonë 4 pikë përpara se ta, kështu që po normal këto janë do me kallëzu vetbesim para mediave, kështu që edhe ne jemi ambicios, po nuk kam të thonë që kena dalë për fitore për këtë sene, përse për ne është në rëndësi mas pari me siguru play-offin, pastaj nëse rrjedhin gjanat ashtu për me që shpresa deri në mërën e fundit. Hello everyone, my name is Lamin from Sport TV Slovenia. I have a question for the coach. What did you take from the first game against Slovenia and Pristina, and what will be crucial regarding that ahead of tomorrow's game? Also, was haben... Ja, wir haben schon im ersten Spiel zu Hause gegen Slowenien gesehen, dass beide Mannschaften so auf einem Level sind, und es werden auch morgen wieder kleine Details entscheidend sein. Und ja, wir haben uns gut vorbereitet. Wir werden vielleicht auch das eine oder andere verändern gegenüber dem ersten Spiel. Und die Mannschaft, die morgen mehr Energie auf den Platz bringt, die mehr als Team auftritt, die vor allen Dingen in allen Spielphasen mit viel Energie spielt, die wird dann morgen das Spiel dann auch für sich entscheiden können. Another question. Sorry, she has to translate the translation. Yeah, it's okay. You understand German? No, I don't. Yeah, okay. Vam bom kar po slovensko povedala. Okay, so You need it in English. Okay, yes. So, in the first game, the both team played very well. So tomorrow, the details will decide about the winner. So the team that will give more, that will put more on the pitch. So the little things will decide tomorrow. Atë pyetja është se çfarë përshtypjesh ke marrë nga ndeshja e parë dhe me çfarë përshtypjesh të ndeshjes së parë ke përgatitur ndeshjen e nesërme. Përgjigjja është që në ndeshjen e parë të dyja skuadrat kanë luajtur mirë, por edhe shumë kujdesshëm. Ka qenë ndeshje në të cilën të dyja skuadrat janë përpjekur të shfrytëzojnë momentet dhe detaje, nuk kanë arritur asnjëherë të shfrytëzojnë ato detaje për të marrë fitoren. Prandaj besoj që edhe në ndeshjen e nesërme do të jetë një detajet mund të bëjnë dallimin ndërmjet dy skuadrave.
Thank you. My second question is regarding your team captain, Amir Rahmani. What is the situation? Is he fully fit to play? And how important is his presence ahead of tomorrow's game? Ja, Amir ist wieder voll fit, hat jetzt auch in Neapel die letzten 3 Spiele wieder über 90 Minuten gespielt und er ist unser Kapitän, er ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und er wird sicher auch unserer Verteidigung weiterhin Stabilität geben, obwohl ich sagen muss, dass wir auch ohne Delova, ohne Amir in den letzten Spielen, gerade gegen Schweden, auch zu 0 gespielt haben. Die Defensive hat sehr, sehr gut funktioniert, wird auch morgen in dem Spiel wieder sehr, sehr wichtig sein, dass wir defensiv sehr kompakt stehen, dass wir sehr stabil sind. Und darüber hinaus müssen wir aber auch unser Spiel nach vorne entwickeln. The question was about the captain. His influence on the pitch is very important. Through him, the defense will be very stable. So his game will be very important tomorrow. Pyetja është nëse Amir Rahmani do të jetë I gatshëm për ndeshjen e nesërme dhe nëse po cili do të jetë ndikimi I tij në lojën e Kosovës. Përgjigjja është po, Amiri tashmë ka zhvilluar 3 ndeshje të plota me skuadrën e Napolit, është pak I ngarkuar, por normalisht që është futbollist që ka ndikim jashtëzakonisht të madh në lojën e skuadrës sonë dhe presim që të jetë ashtu edhe në ndeshjen e nesërme. Pyetje për trenerin Franco Foda, në mungesë të Sheshkos, cilat janë fikat më të forta sipas juve të kombëtarja e Slovenisë? Se kemi bën me Prishtinë, është një skuadër e organizuar, po a ka ndonjë individ të cilin mund ta dallosh tek slovenët dhe që paraqet shumë rrezik? Since Sheshko is missing, who do you think is the most dangerous player in individual sense at Slovenian team? I am aware that they are a very good group of players, but if you have to pick one individually, who can be this player and how dangerous he can be? Klar ist Seško ein wichtiger Spieler für das slowenische Nationalteam, aber sie haben noch andere gute Stürmer wie Botnik von Swansea City. Spora ist ein gefährlicher Spieler, der vor allen Dingen auch immer wieder in die Tiefe geht. Sie haben mit Horvath einen torgefährlichen Mittelfeldspieler, der vor allen Dingen aus der zweiten Reihe immer wieder zum Abschluss kommt. Im letzten Spiel hat auch Sturm gespielt, also sie haben schon Variationsmöglichkeiten. Darauf haben wir uns auch gut vorbereitet und sind darauf eingestellt und wie schon am Anfang gesagt, es werden morgen kleine Details entscheiden und die Spieler, die morgen für Slowenien zum Einsatz kommen, wollen natürlich alles dafür tun, um Šeško zu ersetzen. So Sheshko is quite an important player in the Slovenian team. They also have other team players like Sporer, Horvath, and with them they also have a lot of chances. Just like Mr. Foda already said before, tomorrow the little things will decide. Absolutisht që Sheshko është futbollist shumë I rëndësishëm I Slovenisë, por nuk është I vetmi futbollist I rëndësishëm dhe cilësohet në skuadrën e Slovenisë, që po ashtu ka futbollistë të tjerë shumë të rrezikshëm, siç mund të jenë Vipotnik, Shporar, por edhe Horvath dhe lojtarë të tjerë, mirë po për këtë cilësisë individuale të secilit prej tyre, ajo që dallon Sloveninë është cilësia që ka si skuadër dhe detajet mund të jenë përcaktuese nesër, pavarësisht paraqitjes individuale të cilit do futbollist. Për trenerin Franco Foda, e përmendi disa herë që detajet do t'jenë ato që do të vendosin ndeshjen e nesërme ndaj Slovenisë. Ka pas kohë ta analizojmë mjaftueshëm Sloveninë, gjë të cilën e ka bërë edhe në 2 ndeshjet e kaluara ndaj Suedisë, apo a ka analizuar mjaftueshëm sa për të marrë rezultatin e pavarshëm? You said many times the details will decide. Tomorrow, did you have enough time to analyze the Slovenian game as you did previously with Sweden? And does this mean that we are going to get the result that we want tomorrow? Ja, wir haben Slowenien analysiert. Wir haben ja schon einmal gegen sie gespielt zu Hause. Also wir haben dieses Spiel analysiert. Wir haben auch das letzte Spiel nochmal, wo sie zu Hause gegen Schweiz gespielt haben, nochmal im Detail besprochen. Und ja, wir sind, denke ich, gut vorbereitet. Wir kennen alle die Tabelle. Für beide Mannschaften ist es morgen ein extrem wichtiges Spiel. Aber wir spielen, um jedes Spiel zu gewinnen. Das ist mal unser Ziel. Und
Aber ich bin lange genug im Fußballgeschäft. Ein Spiel kann sich immer in allen Richtungen entwickeln und wir müssen dementsprechend einfach vorbereitet sein, dass wir auf alle Situationen reagieren können. We have analyzed both games, the one that we played already at home. We are very good, we are ready, and tomorrow is a very important game and our goal is to win. Po absolutisht që e kemi analizuar për kohë të gjatë Sloveni, jo vetëm ndeshjen e fundit që ne kemi zhvilluar direkt me ta, por edhe ndeshje tjera që skuadra e Slovenisë i ka zhvilluar, jemi të vetëdijshëm për cilësitë e tyre, kemi parë çdo detaj të lojës së tyre, por nesër është ndeshje shumë e rëndësishme për ne dhe qëllimi ynë pa ndonjë dyshim është që të arrijmë fitore, shpresojmë që nëpërmjet analizave dhe punës që kemi bërë mund të marrim rezultatin që e kërkojmë. Pyetja për Sinjor Foden. A do të ndjek traditën e Spalletit të Juventusit sa i përket e Dorxhevërës, po mendoj që ja do të jap pak më shumë siç ka dhënë kohët e fundit Luciano Spalletti. Will you follow the tradition of Luciano Spalletti to give some more minutes to Edon Žegrova, as Spalletti did lately? Das werden wir sehen. Wir haben jetzt in den letzten Spielen in einem anderen System gespielt, aber Edon ist nach wie vor ein sehr wichtiger Spieler auch für das Nationalteam. Hat jetzt in dem letzten Spiel mehr Minuten erhalten, hat 30 Minuten gespielt. Und man wird einfach morgen sehen, was dann im Spiel benötigt wird, welche Spieler wir dann auch benötigen. Aber für ihn persönlich war es ganz, ganz wichtig, dass er jetzt wieder mehr Einsätze hat und nach wie vor ist ein wichtiger Bestandteil unserer Nationalmannschaft. Und alles andere werden wir dann morgen am Spiel sehen. We will see tomorrow. He played until now, so 30 minutes. So we will see tomorrow what will we need in the game and. Do të shohim nesër se si do të rrihet loja, do të shohim se çfarë do të ndodhë në takimin e nesërm, po e doni në ndeshjeve të fundit me Juventusin ka pasur pak më shumë minuta, ka luajtur rreth 30 minuta në përballjen e fundit, ka qenë në formë të mirë, po do të shohim nesër se cilat do të jenë nevojat e skuadrës sonë dhe në bazë të nevojave të skuadrës do të marrim vendim në takimin e nesër. Pyetje për trajnerin Pota, sa i përket qendrës së mbrojtjes, kur e mendon a ke kokë dhembje pasi lojtarët janë rikthyer Amir Ramani dhe Lumbar Dellova, derisa Kreshnik Hajrizi, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi kanë pas paraqitje shumë të mira ndeshjet të fundit. Qysh e mendon preshjen e mbrojtjes? When you think about central defenders, do you feel a kind of pressure because you have a lot of options? Now we have back Amir Ramani and Lumbar Dellova, but also other players like Aliti, Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Albian, they played very well on the last matches. So have you taken the final decision about the center defense? Ja, alle Spieler in der Verteidigung haben das in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt die letzten 3 Spiele zu 0 gespielt und der Trainer hat die Qual der Wahl auf dieser Position und klar hat der Trainer schon für sich persönlich eine Entscheidung getroffen, aber bevor ich es dann auch den Spielern mitteile, werde ich mit den Spielern auch dementsprechend noch reden, kommunizieren. Und es war aber wichtig zu sehen für mich, dass alle Spieler bereit sind und das habe ich auch den Spielern schon immer gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist. Eine Mannschaft besteht nicht nur aus 11 Spielern, sondern ein Kader benötigt man 25 Spieler. Alle Spieler sind sehr, sehr wichtig für das Team und das hat jeder einzelne Spieler dann auch in den letzten Spielen gezeigt und bewiesen, dass wenn ein Spieler benötigt wird, dass er dann auch bereit war. The answer is yes. All the players in the defense played very well. We have a choice, and the coach has to choose which one. The important thing is that they are all very well prepared. The team has 11 players, and they are all important.
Absolutisht që po gjithë futbollistët që i përmendët kanë luajtur shumë mirë në ndeshjet e fundit, sidomos që në mbrojtësit kanë pasur paraqitje shumë të mira me skuadrën kombëtare, por edhe me klubet e tyre në ndeshjet e fundit dhe normalisht që të gjithë ta janë shumë të rëndësishëm. Për mua është e rëndësishme që të gjithë i kanë në dispozicion, të gjithë janë në formë shumë të mirë, i kanë parë në stërvitjet e ekipit kombëtar, por edhe paraprakisht që të gjithë kanë formë shumë të mirë dhe kjo është më e rëndësishmja, por në fund nuk duhet harrojmë faktin se do duhet të zgjedhim vetëm 11 lojtarë që do të jenë në lojë dhe 20 futbollistë që janë në përgjithësi plus 3 portierët që do të jenë pjesë e takimit, disa të tjerë do të mbesin jashtë, por kjo nuk do të thotë që ata nuk janë shumë të rëndësishëm, qoftë ata që luajnë, qoftë ata që janë në bankë apo ata që përfundojnë në tribunë. E rëndësishme është që të gjithë janë të gatshëm dhe jo vetëm që në mbrojtësit, por gjithë futbollistët janë të gatshëm dhe kjo normalisht që më gëzon mua si trajner ndonjëherë në vendimet më të vështira, por duhet i marrim ato. Nëse bën të lidhën pak edhe tek faza sulmuese derisa në mund të folim për fazën defensive, sipas filozofisë së trajnerit ton Franco Foda, apo sipas asaj që do të planifikojë të luajë nesër ndaj Slovenisë në rënd të luajë sikurse ndaj Suedisë në fazën sulmuese dhe gatmërishi për krah Fisnik Aslani? Based on your football philosophy, do you prefer also tomorrow to play with two strikers, with Vedat Murici and Fisnik Aslani, as you did against Sweden? Das werden Sie morgen sehen. You will see that tomorrow. E shohim nesër këto. Pyetje për Vedatin. Kualifikimin se cili çdo shqiptar e don për botror. Po çfarë premtimi do japësh publik nëse shkojmë në kampionatin botror? A është koha me ndryshu frizurën? Po se keq po do në pa to gjë. Nuk e di, po këto bisedojmë nëse do në privat kështu tani çfarë premtimi po do, po golla po kismet. Nëse kualifikohemi, po shpresoj atë edhe golla. Po e di kur e morë për premtimin, e di tash qëllimin e ekipit me për flok me ndryshu, po vjen keq. Atëherë nëse nuk ka pyetje tjera, faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit. Thank you very much.